Beshiktashi kërkon që të mbaj Christian Aslanin, që është aktualisht i huazuar nga Interi. Nuk do t'jetë as pak e lehtë pasi klubi turk synon që të ulë klauzolën e përfshirë në kontratë nga Interi. Zikaltrit presin të përfitojnë 11 milion euro nga shitja Aslanit. Beshiktashi ndërkohë nuk është i gatshëm që të shpenzojë një shifër të tillë. Drejtuesit duan ta mbajnë Aslanin në skuadër pasi kanë aprovimin e trajnerit Sergen Yalchin. Ky i fundit ndërkohë ishte pikërisht ai që e pa Ernest Muçin si të tepërt te Beshiktashi. Aslani regjistron 8 paraqitje deri tani me klubin turk. Gjatë kësaj kohe ka asistuar edhe një gol. Erdhmja Christian Aslanit mbetet në pikpyetje. Beshiktashi e huazoi me të drejtë blerje nga Interi, megjithatë deri tani nuk është vendosur asgjë. Drejtuesit ndërkohë po presin fundin e sezonit për vendimin përfundimtar. Shifra që duhet për të blerë kartonin i kalon 10 milion eurot, për këtë askush nuk dëshiron që të nxitohet. Beshiktashi po ashtu synon që të përfitojë zbritje nga Interi, duke e bërë që të jetë skenari ngjashëm si me Ernest Muçin. Për këtë të fundit është Trabzonspori që kërkonte zbritje. Gjatë kësaj kohe stafi Beshiktashit po e monitoron me kujdes Aslanin. Procesi i adaptimit në klub është po ashtu i rëndësishëm, përpos asaj që Aslani do të japë në fushë për pjesën e mbetur. Vetë stafi ka pritshmëritë e larta pasi ishte zgjedhja e tij për të afruar pas huazimit të dështuar te Torino. Transferimi Christian Aslanit te Beshiktashi në merkaton e janarit ishte deri diku surprizë, pasi mesfushori kishte refuzuar oferta nga jashtë Italisë në ditët e mëparshme, por me sa duket Beshiktashi ka pasur një ndërmjetës të veçantë në rrugën për të gjetur akordin me lojtarin, por edhe një person nga i cili të merrte informacionet për mesfushorin e kombëtares shqiptare. Emirhan Ilkan, futbollisti turk i Torinos, ka zbuluar për TRT Sport se klubi Beshiktashit nga i cili ai u transferua drejt atij të Serie A në vitin 2022 e kishte kontaktuar që të mësonte sa më shumë për futbollistin shqiptar. Aslani ishte një nga njerëzit në të cilët shkoja më mirë në radhët e skuadrës. Persona nga Beshiktashi më kontaktuan para transferimit të tij, ata më kërkuan informacione. Teknika e tij është e nivelit më të lartë. Unë shpresoj që të jetë shumë i suksesshëm te Beshiktashi, tha futbollisti turk i cili më pas zbuloi se edhe Aslani i kishte kërkuar këshilla. Unë i tregova për tifozët e Beshiktashit, Stambollin apo ambientet e klubit. Unë ja tregova gjërat edhe me detaje, zbuloi lojtari i cili me sa duket ka pasur një rol të rëndësishëm te kalimi i futbollistit shqiptar në klubin turk.